dhe pas këtij fragmenti, të gjithë kujtohen, por dhe kuptojnë pse e nisëm me Shkodër Loçën. Ndrek Prela është biri i këtij qyteti. Shtëpia e tij në një prej lagjeve karakteristike është po ajo ku djaloshi u rrit e u bë burr. Sa vite. Plot 91. Shkodra ka kohë që nuk e sheh. Mosha ka bërë të vetën. Profesioni plot për pjeta e 8 pjeta e ka rënduar. Po ai e ka dashur dhe e do jetën, sepse nuk e ka lënë ende shpirti i artistit. Atë ditë, teksa xhironëm të pamje, kërkoi të sillnin albumin që Teatri Migjene ja pat përgatitur 10 vjet më parë. Çdo foto, një copë pasqyrë nga jeta e tij. Familja qytetare shkodrane Prela ishte shpërngulur në Tivar, ku lindi Ndreka. Në vitin 1926 emigron në Argjentinë. 6 vjeçari Ndrek rritet në San Rafael, qytet ku i jati punoi si fotograf. Voglushi do të ishte i pari klasës në mësime, ndërsa shokët do ta kishin zili për 2 veçori, pasionin e tij për motorin e pak më vonë për teatrin. Ky fundit e nxiti të ngjitej në skenë që 12 vjeç. I kthil do të vinte ai në Shkodër në vitin 1936. Qyteti simbol i artit dhe i kulturës do të ngacmonte edhe një herë prirjet. Ky është gjimnazi i shtetit ku Ndreka mori kulturën e përgjithshme. Në dhjetorin e vitit 1944, profesori i letërsisë Filip Ndosaj, së bashku me nxënësit e tij të apasionuar, solli në skenën modeste të shoqërisë Vllaznia një dramë, Bujtina të Vorfëve. Mes aktorëve gjimnazist, regjizori Filip Ndosaj zbuloi talentet Tano Banushi, Tish Daia, Palo Kurti, Ndrek Prela, Antoneta Fishta, Ndrek Luca e të tjerë. Grupi teatral i Qarkut të Shkodrës, pas premierës së dramës Tartufi më 20 prill 1947, ndjehej edhe më i konsoliduar. Ky është aktori Ndrek Prela, pas shfaqjes dasma shkodrane, të luajtur në Tiranë gjatë njërit prej turneve të artistëve të qytetit verior. Tashmë, të ardhmen e kish lidhur me skenën. Po çfarë i ka serviruar ajo deri më sot? 14 mars 2010. Ndreka provon të mposht edhe një herë 90 vitet dhe sëmundjen. E presin miqt, e do ende Shkodra. Madje ajo sot ka fest. Nga Londra kanë ardhur për të edhe 2 stërmbesat, Lori dhe Lucy. Ai do të flas, ashtu qetë po bindës, si dikur në skenë dhe në ekran, po nuk mundet. Megjithatë, të gjithë e kanë kuptuar. Ati i flet shpirti, i flasin syt në këto çaste. Kolegja dhe partnerja e sa dramave dhe filmave. Mallëngjimi i saj vjen fare natyrshëm. Do të thosha një gjatë veçantë këtu sot, që duhet ta dinë këto brez i ri, që jemi vetëm unë Ndrek Prela që jetojmë nga krijimi i Teatrit Migjenit Shkodrës. Dhe për fatin tim të madh, e kam fillu karrierën pikrisht me Ndrek Prelen në një rol Feje Saçahovit, kur unë isha amatore. Këto ishin ma shumë se sa profesionist Ndrek Prela dhe Zef Jobani. Ndoshta unë ja kam prish atëherë shfaqjen, po ma vonë ne kemi qenë kolegë shumë të mirë, dhe Ndreka ka qenë njeriu ma korrekt, ma i afër, shumë i talentuar, s'ka nevojë që ta them unë se unë kam mësuar çdo çast nga ai. Ky mjedis tërësisht artistik ka mes tij dhe një njerëz që Teatri Migjeni e ushqeu që nga krijimi. Ai flet pak, po sidomos sot nuk mund të hesht. Unë sot jam shumë i emocionuar. Aq më tepër sepse Ndreka i ka dhënë vlera më të mëdha roleve të dramave të mia. Dhe për këtë jam i lumtur. Si shkodran? E tha që dhe parë, si shkodran sot është ditë e bukur për gjithë Shkodrën. Sepse Ndreka i takon
në përgjithësi atë dhot dhe në veçanti i Shkodrës. Dramaturgu na ka kujtuar se aktori Ndrek Prela ka interpretuar gjatë jetës së tij në 110 premiera, nga të cilat ka patur drama si Fishekun Paj, që është luajtur 300 herë. Nga Armiku i popullit i Ibsenit tek klasikët rus. Nga Toka jone Koljakovës tek Shtat Shaljanët. Të mos harrojmë se para këtyre ai ka spikatur tek Kurora e Nurijës e vitit 1951 me rolin e Hoxh Kadris. Komedia 6 dashnorët po atë vit e më pas tek Shërbëtori 2 zotnive në vitin 1955. Një koleksion i pasur ku mes të tjerash rrjeshtohen edhe dramat Nora, Përkëllgjinajt, Plaku i Maleve, Bacja i Gjetajve, Çështja e Blertës, pa harruar dhe disa vepra të autorëve të huaj klasik që lejoheshin në atë kohë. Mosha ka bërë të veten, po arti i tij është fiksuar për gjithmonë, sidomos në kujtesën e qytetit. Janë çaste kur dhe shoqja përpiqet na tregojë diçka. Ndoshta atë të parën, njohjen, pastaj dashurinë, martesën, fëmijët. Kam kanë shkollë, ka kanë profesor fiskulturet, edhe ja ka fut në kry vedit. Atëhera ka fillu me të vizë mas me jetë, e ka marrë dhe shtë baba, në kërë ka prek Jakovës që ka që hapë korin e parë shqiptarë, si me thonë, sa kam shku të prek Jakova ditën e parë, ka hapë deren, ka marrë gjithë të gjëra. Baba për mu ka ke një ilull, e shpresoj që të mëri një pjesë të vogël të asaj që aja mundu me mësu gjithë jetën. Unë me babel, përveç si prind, kena pas marrëdhëniet edhe si shok. Sa si edhe sot, më qeshin gjithë, thonë a laban për kryt babs, ti u ban e gjysh. E nënë si me të hati, se tanë fëmija thotë bajnë për kryt nënë, ti për kryt babs. Por me të qysh 7 vjeç në teatr, del që me gjujt me qifte, me grepa, e përveç lidhjes prind-birë, u kriju një lidhje shumë e madhe edhe si shok. Kjo grua, bija ish ministrit ekonomisë të viteve 30 shekullit kaluar, Rok Gera, kur nuk e kishte besuar se dënimi i babait saj do t'i vinte një hije edhe biografisë artistike të të shoqit. Vetëm në vitin 1970, në 50 vjetorin e tij, dikush u kujtua të shkruante 2 rrjeshta edhe për të birin Kolën, që donte t'i ngjante tijatit pra Ndrekës. Kohë të vështira edhe për artistin Ndrek Prela. Po sot ka fest, e në çaste të tilla harrohen të gjitha. Në radhë të parë janë kujtimet e shokëve, kolegëve, miqve. Ai ka qenë model në të gjitha marrëdhëniet tona, kuptohet unë kam pas kryesisht marrëdhënie zyrtare dhe kështu por ka rëndësi shumë qëndrimi i tij jo vetëm si artist, por dhe në marrëdhënie me krejt kolektivin. Ndoshta kjo mund të ishte veçanta për kohën që kam punu me te. Është një gëzim për gjithë që mjeshtrin e mall, aktorin e mall, artistin e mall Ndrek Prela e kena midis nesh alasot. Dikush ka menduar edhe për ndonjë të papritur në këtë fest, një prodhim i ri në respekt të artit të tij, ndoshta disi me humor, po ka një të papritur tjetër që Ndrekës i vjen nga larg. I dashtuni mik i paharruar Ndrek, egzofsh për vjetorin e 90, për brezin tim ti ishe prind dhe koleg, ishe një mik dhe një mësues i vërtet. Mësimet, këshillat e vërtetjet që mi dhe, do t'i ruajnë kujtesën time për jetë. U mbledhshim kur të bëjsh. Ky ka thani që unë do të thëmë ma shumë ma tepër. Sa ka deti peshke njala, ymer bala, dë bënd fala. Cili do prej miqve të pranishëm, ka se shtë thotë. Mes tyre është dhe ai, mësuesi që sot ndodhet përsëri pranë gjyshit, po më bukur se në film. A ka ma Shqipni jashtë këtyn e maleve tona.
Pa ka që dvogël e pas e kujtu Shqipnin t'i gjysh. Dvogël, 2 plan gjësajt. Ti bjere fli, unë do të rivon sonte. Janë detyrat e fundit në Zanzve dhe të ashtit të të ve notat. Se mos më ven notat këqia? Si ta kenë mëritu. Se se më duket. Si kur kam një sprasi këtu në Kranor. Do të mërzitem derin pranver pa qa marrok të mi. Si ndjehet mësues Dritani sot në 90 vjetorin e gjyshit? Po, është një mrekulli. Në Rek Prela, kur ka lujt gjyshin e Dritan Shkabës, ka qenë vetëm 26 vjetë. Edhe ai duket sikur është 100 sa vjeç, edhe në Reka me siguri 100 sa vjeç ka më shku. Që mirë ju ka sjallë shoku, kapiten. Roli i gjyshit për Ndrekën ishte i dytë në kinema. I pari i takon filmit Detyre posaçme, prodhimi i vitit 1962, ku ai luajti rolin e ndihmës mjekut Zef. Është e vërtet, po kam qenë shumë i zënë me punë.